Dhe qysh të lerojmë me thonë që na Kosovën e kemi gjetë në podrëm 1 metër ujë, ku na jetojmë, sot qëtu në realitet, prej familjeve tona dhe edhe ma gjanë. Dhe njohem njëni tjetërin. Në qoftë se, edhe kom një edhe këtë tjetër, patriot edhe hajnë. Në qoftë se une jam hajnë, dhe në qoftë se une e kom shkel ligjin, përshta e kemi ndërtu këto institucione. E kemi gjykatën, e kemi prokurorin, e kemi policin, i kemi të në organet. Në qoftë se unë kom bo gabim, dihet ku kemi i kemi edhe burgjet i në konë marune. Dhe në qoftë se unë kom bo gabim, edhe kom shkel ligjin, që ku është dheni? Po jo me fyë dhe me ofendu njerëz që kanë dhonë gjithë shka për këtë vend. Nuk na ka hi. Po ma e kje që unë e di ka e ka burimin. Ku ka? Pa burimin e ka për armisve tonë. Në armisve tonë që shtu i kemë, mos menojmë që armiku flenë. Jo, e pëndon. Dhe është të pënu mrena për mrena neve tash. Dhe me kësordje për e thëmë, kur një së këm besu, që ka me gjithë ka shumë përkroje mrena për mrena publit tonë ose venit tonë. Se këto e ki po, më Serbia nuk po në shonive. Në ka dinu ka 20 vjetë, 25 vjetë. Sepse ka kush po fletë këtu. Dhe nuk përdi, në qysh fletë njëri, për dikon për një e për dit. As nuk një, as nuk din, veç. Jo bre, në Kosovë bre 7 komandon të zona vinë konë si e konë 700. Ka komandon skuadre që i ka dhe të shtarë aty, një më jetë mas shumëti. është komandant skuadrë, kanë emen. Po këtu është edhe një problem, që nuk për e din njerëzit as hierarkinë se qysh funksionën ushtria ose qysh ka funksionu. Po. Në fakt, kjo është problem në veti, edhe propaganda ka kry punën e vetë, po ka kry edhe polarizimin. Pra na pom që... Unë kësoj tu në polarizimit dhe më donë të shoqërisë. E kemi parë fillim fushate që duke pra edhe natën ku shpërndo parlamenti situatë shumë e rëndë. Pra, shumë e rëndë, të flasim për Kosovën, e cila ka nevojë për stabilitet, që më ardhë deri tek një diçka që mund të shndrohej në diçka që se kemi dëshirë askush. A mundet fakt opozita, ju që garoni, me i dal ball këtij rrëfimi? Pra, kemi një qeveri të fortë, një qeveri të 51% me 28 dhjetor, një qeveri që ka shpërndar mbi 100 milion euro tash në fushat, që se ka bo askush më parë, pra midis fushate, me i hedhë gjithë ato para, dhe ju garoni pra normalisht të duhet ishte gare barabart, po a është efektivisht. Pra është në realitet gare e barabart, duke pas parasysh qeverin, shtesat, edhe ketë mekanizmat shtetëror që udhëhiqen për një partije. Jo, ne nuk jemi kundër asojna, dhe më thonë që njerëzit shtresat e ndryshme të shoqërisë tonë marrin paga. Ose kanë marrë këto shtesa. Po këto mjete, ose këto pare janë të tonat, janë qytetarët Kosovës. Të gjithë ne pagujmë taksa një formë apo në formën tjetër. Mirë po, këto zgjedhje mundën me konë të lidhshme, por ndershme jo. Se vetëm duhet me abu një pyetje dhe duhet me ju tregu njerëzve që këto para janë tonat. Mirë që keni marrë, i gëzofshin. Mirë po, një pyetje me javë bo këtyne për 6 vjetë. A ka mujtë dhe a ka posë mundësi që pagat, pensionet, po dhe edhe këto ndimat sociale që janë, a kanë mujtë me marrë për çdo muj ka një 100 euro. Po më bo ligjë. Po më bo ligjë. Ligjshmëria shpërndarjes të një mjetëve do e shohim ma vonë. Mirë po, realisht, në qoftë se ishte bo me ligjë, kishim përfitu ma shumë. Vishë në qoftë se morëm pagën e 13, dhe e morëm inflacionin prill të vitit kalun dhe në këtë prillin e vitit tashëm, 7.5% e kemi pas inflacionin, në qoftë se i morëm 12 paga, edhe i shohim, i bjetë 8% që ju ka rejt paga. Edhe në fakt, inflacioni 7.5. 7.5 logaritit. Jo që kemi buna. Në tërsi, që në shportën familjare, jo, pa këtë shportën, kështu në total. Kështu që, unë nuk e di se njerëzët që shpe marrin opozitën.
po e di që ku ka debat, ka dhe rezultat. Në që se na ishim ballafaqu njëri me tjetrin, pavarësisht cëllës parti i takon, dhe kishim diskutu për një diçka, për një gjotë thjesht, dhe cëllë e kishëm bo ma mirë në atë kuptimin, u konë shumë e dobishme. Se sa më marë me fyre, me ofendime, e për shkak të mos punës tyne, dhe s'kan që ka prezentojnë për 6 vjetë sa kam pas me gjithë këtë budget, atëherë duhet me fyre dhe me ofendu dhe me i largu dhe mendjen, edhe me hupat, po thëmë në atë kuptimin, logaridhonjen që duhet me dhonë para qytetarëve. Që të duhet një qeverit. 22-3 miliardi ka pas për 6 vjetë, ku janë ato mjete? A ka një projekt, që kalon shaj, dhe kemi mërë me thonë që po, unë, sinqerisht i gëzona, çdo të arritur e këtij vendi. Nuk jem xheloz në qoftë se arrin me bën një projekt që është në dobi qytetarit dhe shoqërisë. Asnjë problem se ka. Dhe thëm, pasi problem, pa i zëtim, thëm po, bravo se ke bëni punë mirë. Po vështëgjojmë një vend, ose një projekt madhor, e me gjitha to preptime që jenë bëhë për 6 vite, ose për 20 vite gati, dhe asnjë s'u realizu. Po du me pyet për një premtim që pa tash në zgjedhje, që dul disi si rastishëm me një intervistë dhe pastaj u përsërit u provu dhe të bëhet edhe vendim fakt qeveritar. Krijimi i gjandarmerisë. Tash, në fakt, përveç ato që kemi dëgju, domethënë në mjetet informimit, dhe që është bëni gropunus, edhe nuk e di me ende konceptin se çka ka. Dhe cila është arsyeja që duhet me bo këtë institucion. Ka disa shtete që janë shumë të avancuar se na, e që janë me numër të popullatës shumë më të madhe se na, e me pozitë gjeografike krejt ndryshe. Unë veç e di që krejt çdo institucionet e sigurisë, qoftë ushtria, qoftë policia, qoftë AKI-ja, qoftë edhe emergjencat, i kanë të gjitha elementet që i duhen një institucioni për me funksionu. Unë nuk pe e kuptoj cila është se na duhet me pranu edhe një fakt. Ne kemi polici kufitare, se dëgjova kanë merujt sovranitetin e venit. Po ushtria cëllin mandat e ka, cëllin mision e ka, është mision kushtetues dhe ligjor. Po policia kufitare për çka është? Për ruajtjen e kufinit. Po mos të harrojmë edhe një fakt që kemi edhe këforin këtu, që funksionon mbi bazën e një rezolute që ka një herë pe harrojmë edhe mirë që pe harrojmë, po gradualisht për me hek atë rezolutë na duhet me ndërtu kapacitetet tona edhe gradualisht me marrë kompetencat. Unë nuk e di se duhet koncept, duhet analizë, pse duhet me e bo, cila është kostoja, dhe cili do tjetë roli edhe misioni i tyre. Unë menoj që kjo është ma shumë një, edhe na pa tjetër që duhet koordinohemi edhe me partnerët tonë. Sepse synimi jonë është që t'jemi pjesë e struktura euroatlantike. Ka një paqartësi nëse duhet të ndryshohet. Po unë menoj që është ma shumë premtim elektoral. Ligjit, për shkak se do të fjalë për një strukturë që është hibride mes policisë edhe ushtrisë. Që shembull unë e di që funksionon gjandarmeria franceze. Aja shkojnë edhe në për fshatrat thellë atje, kujdesen. Po, policia ka rol vetëm brenda qytetit, në fakt. Jashtë autostradat dhe gjithë tjera kanë misione role të ndryshme. Mirë po, a i duhen Kosovës dhe a ka nevojë Kosova që ta kemi atë strukturë, do e shohim, po gjithçka duhet më bëjmë mbi bazën e ligjit. Po unë menoj që ky më shumë është premtim elektoral, sa për thonë diçka, se sa që ka mos zbatu në fakt dhe në realitet. Po do e shohim, do të thonë se se... Duhet tas pak për PDK-n, pra. Si është gara PDK-s, pra, shohim që garës ju bashku, pra, fushatës, fakt, ju bashku edhe Fatmi Limaj, shohim sot se edhe ai po merr pjesë aktivisht në fushat. Arriti PDK-ja me mbledh këtë subzat e saj edhe çka mundet me prodhu shtatë qershori për ju. Është mirë që Fatmiri ju ka bashkangjitë dhe është duke na përkrahë në këtë fushat. Unë për Fatmirin kam një respekt, dhe më thonë, e një prej korash, kemi bërë rrugtimin bashkë, edhe gjatë luftës, po ndërkohë edhe pas luftës, varësisht prej pozicioneve, institucioneve që i kemi posë dhe kemi një
e komik e fundit, komik dhe ka bo mirë që është duke na përkrona në këtë fushat. PDK-ja realisht e ka elektoratin e vetë, i ka njerëzit, Fatmiri është i mirë se ardhën mrena për mrena PDK-s në këtë rast si Parti Social-Demokrate, neve na vje mirë që na u ka bashkan gjitë këtë rrugtim. Çka mund të them për PDK-n, unë menaj që kandidati ynë për kryeministër, Bedri Hamza është njëri duhur në kohën e duhur që i duhet Kosovës. Dhe i besoj atina personalisht, e ka dëshmu edhe në kaluarën edhe tash që mundet din dhe do e bëj ato çka e thot. I besoj ati, i besoj programit tina dhe arsyeja që jam pjesë e kësaj gare, është kryetari i PDK-s, po njëjtën kohë edhe kryeministri Nordi. Fakt, Bedri Hamza është kandidati që është votu mas shumë të në listën, pra numri 1, që është votu masivisht, që është një, po themi një përkrahje e jashtëzakonshme për dikë që i prin listës. Për shumë kë, në fakt është opsioni më normal që ka Kosova. Pra, ato që përruan PDK me përqu sot tek votuesit, tek zgjatësit. Ne gjithë si kandidat, po dhe si strukturat PDK-s jemi në teren dhe jemi tu diskutu dhe tu i diskutu me njerëz, tu i po dhe hallet e tyre, edhe une personalisht po të shumë në gjithë teritorin e Kosovës dhe munduam me sharu dhe me i bind njerëzit se cili është programi, cili është vizioni dhe kush e udhëheq këtë program. Dhe kjo është obligim edhe yni si kandidat, po dhe është mision i Partisë Demokratike. Partia Demokratike e ka dëshmu edhe në kaluarën që din, mundet edhe do e bën. E fundit, general, a do tjetë ndryshe rezultate dhe çfarë presni me 7 Unë menoj që rezultatet do tjetë ndryshe. Unë menoj që jam i bindur që Kosova do të ketë institucionet e veta dhe e meriton ky popull me i pas institucionet e veta, mu u kthy në normalitet, me fillu dhe me e zhvillu venin, ashtu qysh e meriton ky popull dhe ky ven, dhe me ecë normalisht drejt integrimeve, por edhe zhvillimit ekonomik, edhe të jetë një shtet për gjithë. Për gjithë, dhe më thonë, të barabartë, trajtimi i njerëzve të jetë i barabartë. Jo, sigur tash se në këtë realitetin që po jetojmë na. Dhe jam i bindun në rezultat pozitiv.